Qytetarët e Vlorës mbështesin SPAK-un, por edhe institucionet e drejtësisë në hetimin e krimeve zgjedhore. Gjatë intervistave të dhëna për televizionin 6+1 Vlora, qytetarët besojnë se angazhimi i institucioneve të drejtësisë në luftën ndaj krimeve zgjedhore, por edhe trysnisë që mund të bëhet ndaj administratës, është mjaft me vend dhe se sipas tyre do të sjellë zgjedhje më të mira, më të lira dhe më të ndershme. Ata besojnë se institucionet e drejtësisë do të bëjnë drejtësi edhe në këtë rast, duke marrë të mirëqen çdo problematik që mund të shkojë për hetim apo çdo denoncim nga subjektet politike, kandidatët apo edhe qytetarët. Është pa diskutueshme. Drejtësia është më funksionale se sa s'ka qenë asnjëherë. Mendoni se kjo gjë do të ndikojë edhe në Vlorë, në zgjedhje? Në të gjithë Shqipërinë. Në të gjithë Shqipërinë. Dhe në një farë mënyrë është edhe ndërgjegjja qytetare është ndërgjegjësuar. Nuk ka me ka perënduar ai diell, ajo kohë që me ne bëjnë kështu, me ne fitojnë ata, fitojnë këta. Kjo është kështu, drejt për së drejti me votë popullore. Kush e meriton, le të kapin kulturën. Mendoni nuk ka probleme, jo fare, zero. Thot 0-0, sepse është më funksionale. Qytetarët janë ndërgjegjësuar për të muhabet dhe ma merr mendja se kështu të funksionojë. Besoj se po. Pra mendoni, keni besim? Po. Nuk do të ketë më shitblerje votash, tentativa trysnie ndaj administratës. Mendoni se do të jenë gjërat pak më ndryshe? Mendoj që do ketë ndryshim. Unë shpresoj që SPAK-u ndoshta 100% nuk do mundet të arris, po diçka do bëj, mendimi im. Tash se sa, sepse e shikoj se po godet në të dy anët. Kjo më jep një farë shprese. Tash asnjëherë çdo gjë nuk është perfekte, por nuk do jetë siç ka qenë. Mendimi im. Do ketë, po them do jetë e pa, do me thënë, shumë do me që të vendosi ajo. Mu them se do vendos populli. Dhe unë mendoj që, unë paktën mos më merrin për keq, po besim s'kam ke asnjeri, sepse të gjithë premtojnë dhe asnjeri nuk bën atë gjysmat e atyre që thotë. Si të ka filluar do mbajnë ces bën zgjedhje, edhe duam që të mbajnë drejtësi, më të gjitha. Pa e merr kush e merr, ai që e meriton. Ja, hajde. Deri tash nuk kemi dëgjuar dhe nuk duhet të ketë. Ai që ta pagoj do ta psoj këtë punë. Apo jo? Influencon më tepër nga ana psikologjike se reale, se më tepër është egzageruar këtyre viteve që janë vjedh, janë bërë qysh tek të paktën unë në Vlorë, unë jam shumë i aktivizuar në Vlorë, jam kryetari i qendrës votimit që në 97 deri më sot, dhe nuk di që të bëjnë këto maskarallaqe, po tërë Shqipërinë edhe mund të ketë. Influencojnë, sa do pak influencon ajo që është angazhuar prokuroria e posaçme për këtë problem. Influencojnë, sa do pak, influencojnë. Po jo me themel, kur i thonë asaj pune. Se ai që ditë vjedh di dhe të fshej, thonë. Se pa tjetër. Megjithatë, humsi përsëri do ankohet. Përsëri të njëjtën diagnozë do i vë, mi vodhën. Po kështu është kultura demokratike tek ne çalon, dhe është kultivuar që në 92-shin kjo punë. Edhe vazhdon edhe sot. Kultura demokratike tek ne çalon goxha. Në prokurorinë e Vlorës është ngritur task forca tashmë që përbohet nga 38 persona, të cilat janë pjesë e SPAK-ut, prokurorisë së Vlorës, byros kombëtare të hetimit, por edhe oficer të policisë gjyqësore, të cilët do të administrojnë çdo kërkesë apo ankesë që do të bëhen në lidhje me denoncime të ndryshme sa i përket krimeve elektorale. Deri më tani në prokurorinë e Vlorës nuk ka mbritur asnjë denoncim në lidhje me këto çështje.